mos me fol për një ide se si është qasja ndaj biznesit dhe qeverisë, kur ti e kupton që komplet mekanizmat e qeverisë tunis prej kryeministrit, çdo ditë den foltorët kuvendit dhe tregon qysh një biznes është i lidhur me Serbinë. Sa son? A bën tash të flas në fondin. Kur qysh është? A tregome? Janë Serbia. Po qysh, shpjegoma. Se kam qef me. Qysh ko ka i lidhur na i regjistruar atje so i lidhur. Qysh. Jo i lidhur me Shqipërinë, Tiranë, Albania. Qysh i lidhur me Serbinë? Qysh e lidh ata? Ka regjistruar, po ku gjofi ka regjistruar konkretisht? Po le me funksionon operatorë. A jeti kompetent në fakt? Një minutë, vish pak. Fal, se thash po im pak më detale. Po jena çështje jashtë temës. Jo, s'është jashtë temës, është shumë. Unë doshta me thon diçka tjetër po nuk është çështje për ta diskutuar këtë se diskutuar çfarë kallzej pse. Çet kallzej pse më madhvor. Se s'ka shkuar unë me madhvor. Unë s'po e them që Albini ka shkuar ka përfyti shkelshim dhe vollën. Apo kupton? Asnjë se ka pas. Por janë politikat e gabuara të qeverisë që varfrojnë këtë vend. Sot kjo raporti zyrtare që ne s'po flasim, institutet që dalin qysh për shkak të politikave të gabuara ndaj çastes me perëndimin, ndaj çastes me dialogun, masa sankcione, ty të kanë hup gati 900 milionë euro që vinë prej USAID-it, prej BE-s, prej mekanizmeve që janë prej Bashkimit Evropian. Kjo është politikë e gabuara qeverisë, edhe këtu drejt për drejt ndikohet në ekonomi, sepse ato parë kanë pas marrë këtu. Nuk ka pas me shku në Tanzani. Ja, s'kanë marrë Prit, jo, s'kanë marrë. Jo me këtë logjikë qeverisë, prit dhe kushtrim të kryj, s'kanë marrë me këtë logjikë. E dyta, nëse ti çdo ditë del në kuvend Kosovës dhe godet një nga bizneset më të mëdha në këtë vend, cila është përshtypje për ata që do më bëjnë madh këtu? Përshtypja është mos u bën çashtu i madh. Cili është e treta, domethënë nuk ka mekanizëm të brendshëm të jashtëm sot bile kishit edhe gazetarët, po flas tu më thoj za gazetar me çujt, që i shërbejnë pushtetit, di kishë gjezu kamionat aty, të thonë qyre kjo qysh për përdor kamion, pra dhe me thonë, qase ndaj bizneseve dhe logjika e veprimit e tillë, kjo po ta bjen varfrin këtu. Apo kupton, sus po them që po shkallaj mi ka përfytje secilën dhe me e myt. Por kjo logjika degraduese çdo ditë nënçmuese, goditse me keq shaki në dorë ndaj biznesit, ndaj bizneseve në përgjithësi, sepse zoti Shahini e tha 140.000 punëtor këto biznese kanë qenë sot në protesta. Po. Kjo shifër që se kam për e thot njeri që e ka organizu, dhe me thonë këtë protest, dhe ti ki mekanizma qeveritarë të njësë për kryeministri që thot kanë qenë përfaqësuar veç 1% biznesit, shumë këta kurrëzhe, kupton? Po. Dhe me thonë, kjo është mesazhi vlerim që e çon këtë vend drejt varfrimit. Nuk e thashun që shkon me nxjerra prej prodhimit, por mjafton me e bë këto. Valon Gashi thot pyet e blerimin qysh kompania Noa Energy Trade ka qarkulluar mbi 350 milionë euro për 3 vjet. Tani blerimi s'ka informacion si kontabilist di. Po kontabilist, administrator, blerimi se kontabilist është. Në mund të jetë kontabilist se tha ka pa kontrata, pa sigurim shëndetësor, ose njëri që vjen të burime njerëzore. Të drejta themelore të punëtorëve. Unë mendon ka punuar për kompani të mëdha. Për drejta nuk të pojas njerë që ka drejta me përmend, por ti sa ka prej tyre që si kanë dhënë shkelin. Aslan Bajrami një shikues tjetër